Mirë po, me situatën që ndodhemi, neve arsimtarët mundohemi që bëjmë një qasje sa më të afërt në njësitë mësimore që duheshte të zhvillohen gjatë kësaj kohe. Do me thënë, neve mësime do t'i zhvillojmë online, ku besoj se të gjithë do të na ndiqni dhe bashkarisht të kalojmë këtë periudhë të vështirë kohore. Do me thënë, unë jam mësuese Besnike Medini, Shkolla fillore Slaveko Arsov, fshati Podmoçan, Resnjë. Mësimin do ta bëjmë nga lënda e gjuhës shqipe, ku njësitë mësimore do t'jetë dallimi dhe modelimi i shkronjës T. Do me thënë, si herët të tjera që kemi marrë shkronjat sipas rendit alfabetik, kemi vizatuar sende të cilat fillojnë me shkronjën T, kemi emërtuar kafshë, kemi emërtuar emra njerëzish, emra qytetesh, edhe kështu me radhë. Do me thënë, të njëjtën do ta bëjmë edhe sot. Si fillim, do të tregojmë disa sende të cilat fillojnë me shkronjën T. Për shembull, këtu kam bërë një fotografi nga libri. Besoj që dhe juve t'i hapni librat në këto moment që të jeni me mua bashkë t'i zhvillojmë këtë njësi mësimore. Do me thënë, figurën të parë që kemi aty, kemi telefonin. Do me thënë, telefoni emërtojmë bie në grupin e sendeve, ku shkronjën T e ka në fillim të fjalës. Do me thënë, telefoni, T-ja gjendet në fillim të fjalës. Pastaj kemi teatri. Do me thënë, figura tjetër është teatri, e cila fjalë përmban dy shkronja T, një në fillim dhe një në mes. Në vazhdim kemi traktori, do me thënë këtu shkronja T gjendet në fillim, pastaj kemi tullumbace, dhe kjo ka shkronjën T në fillim, pastaj kemi karotën, do me thënë, te fjala karotë, tën e dëgjojmë në mes të fjalës. Pastaj kemi figurën e radhës, kemi treni, do me thënë, e cila gjendet në fillim të fjalës. Kemi tavolinën ose tryezë, si të doni mund të emërtoni, ku T-ja gjendet në fillim. Do me thënë, këto fjale që i emërtuam neve, në detyrën këtu kërkohet që të lidhen me shigjet ato që kanë vetëm T në fillim. Do me thënë, neve tha telefoni, teatri, traktori, tullumbacja, treni, tavolina. Këto janë fjalët të cilat T-ja i gjendet në fillim. Karotën nuk e lidhi me shigjet, pasi T-n e ka në mes. Këto fjalë neve mund t'i ndajmë edhe në rokje, si që kemi bërë herët të tjera, duke u duartrokitur. Unë tashi do marrë shembull vetëm 2 ose 3 nga këto figura, që mos i përsërisim të gjitha. Për shembull e marrë figurën e tullumbaces, ku tashi do t'a ndajmë në rokje. Besoj që juve bashkë me mua do t'a ndajmë në rokje, duke thënë tu-lu-ba-ce. Do me thënë, sa rokje, sa duartrokita? Duartrokita 4 herë, do me thënë, fjala tullumbace ka 4 rokje. Shkojmë fjalën treni. Treni. Bëra 2 duartrokitje, dhe do me thënë ka 2 rokje. Tashi, shkojmë tek ushtrimi radhës që vjen aty poshtë. Kemi qarko vetëm fjalët me 2 T. Do me thënë, te cila fjale shikoni që është e shënuar, 2 erë T-ja, do me thënë do ta rrethoni ose do ta qarkoni. Kemi fjalën temperatura, këtë, si mendoni, do ta rrethojmë ose jo? Po, me që ka 2 T-ja, një ka në fillim dhe një ka në mes. Fjalën tetova dhe këtë e qarkojmë me që ka 2 T-ja, një në fillim dhe një në mes. Fjala tjetër në vazhdim, televizori, e cila T-ja gjendet në
fillim, teatri, e rrethojmë, në fakt është e rrethuar me që ka 2 tëja, torta, e rrethojmë, ka 2 tëja, termometri, dhe këtë e rrethojmë me që ndodhen 2 tëja, një në fillim dhe një në mes. Dhe fjalën e fundit e kemi telefoni, që nuk e rrethojmë ose nuk e qarkojmë, sepse vetëm një të ka brenda në fjalë. Tashi, ju lus t'i hapni të shikoni nga ana tjetër, nga krahu i majt në faqe 58. Aty kemi një tregim, i cili quhet televizori dhe libri. Në ndërkohë, unë këtë tregim juve do ju a lexoj, me që këtu në libër është e dhënë vetëm figura dhe nga një fjali poshtë është e shënuar. Me që kjo do t'ju ndihmoj që t'i bëni detyrat e shtëpis tek fletoria e punës, t'i shënoni numrat në figurës sipas radhës të tregimit. Do me thënë unë filloj ta lexoj tregimin. Televizori dhe libri. Ndodhemi në familjen e Arushës. Ata jetojnë si ne, madje kanë dhe televizor. Por një ditë televizori u prish. Arusha e vogël Ema filloi të qante. Ajo donte të shihte filmin vizatimor. Arushi baba thiri tekniku. Arusha mama e mori Emën e vogël dhe shkuan te dhoma e gjumit. A ke dëshirë të lexoj një prallë? Tha Arusha mama. Po, Ema tha me slotësh. Cilën prallë do? Prallën e mamadhisë dhe 7 kecat? Arusha mama filloi t'i lexonte Emës prallë. Sa i bukur ishte libri, plot me figura dhe plot me ngjyra. Kur tekniku e rregulloi televizorin, babi thiri vogëlushen. Hajde Ema, të shohësh filmat e tu. Jo, babi, se po lexojmë librin, u përgjigj Ema. Pasi Arusha mama e mbaroi prallën e kecave, Ema i kërkoi një prallë tjetër. Që nga ajo ditë vogëlushja nuk e heq librin nga dora. Besoj që e dëgjuat me vëmendje. Do me thënë, bëni dhe të njëjtën dhe juve, i pëlqeni librat apo televizori? A ju pëlqen prallat? Arushit i pëlqen pralla i mamadhisë dhe 7 kecave. Pra ja këtu ku i keni në vazhdim figurat të cilat ndodheshte si ndodh tregimi. Këtu është në pikat shkurta, ju a lexoj dhe këtë. Televizori u prish. Arushi baba thiri teknikun. Arusha mama po i lexonte vogëlushës librin. Kur u rregullua televizori, Arusha thiri vogëlushin. Baba i thiri vogëlushin. Por ajo po kërkonte të lexonte një libër. Do me thënë, ky ishte tregimi i lidhur me shkronjën T. Në ndërkohë, juve mund të bëni në shtëpi duke i marrë plastelinat që keni dhe të modeloni shkronjën T. Do me thënë, është shumë e lehtë me që shkronja T përbëhet vetëm prej 2 vizave, një e bëjmë horizontalisht dhe një vertikalisht. Do me thënë, shkronja T përbëhet prej 2 vizave. Edhe në faqe 59, keni një aktivitet tjetër këtu, ku shkronjën T ta plotësoni duke e ngjyrosur me një ngjyrë. Këtu në fakt është dhënë ngjyra e kuqe, në vazhdimsi ti mbaroni shkronjën T. Dhe poshtë keni të vizatoni tullumbace, në fakt një është e vizatuar dhe 4 të tjera ti përfundoni të vizatoni juve. Mund t'i ngjyrosni me një ngjyrë lila ose mund t'i bëni me ngjyra. Do me thënë sipas dëshirës ose çfarë ngjyre ju pëlqen tullumbacja. Në rregull. Tashi, përveç se plastelinës, neve në orë praktikojmë edhe modelimin e shkronjave në një tabaka, vendosim
miell ose sheqer, dhe me anë të gishtave tuaja të vockla neve e shënojmë shkronjën të cilën e kemi që e zhvillojmë gjatë mësimit. Dhe ndërkohë neve i përsërisim dhe shkronjat të tjera që i kemi marrë që të mos i harrojmë shkronjat të alfabetit të gjuhës shqipe. Ju përshëndes, me kaq përfundon ora.